Pamjet e fundit, që ndoshta mbani mend nga naftëtarët e Ballshit, janë të mjegullta. Jo për ju, por për ta. Në tubimin e fundit, ku kërkonin pagat e padhëna, para Ministrisë së Ekonomisë, policët përdorën gaz lotësjellës mbi ta. Ministri i Brendshëm dhe qeveritarët e tjerë, me sa duket, janë të verbër para natyrës së demonstratave, qofshin këto të opozitës që u kërcënojnë karrigen, apo naftarëve që u shprishin prallën e ëmbël me të cilën vetë sugjestionohen për karavanin e Shqipërisë që shkon vetëm përpara. Ndoshta mbani mend edhe marshimin e tyre nga Fieri për në Tiranë. Qindra punëtor që marrin rrugën në këmbë pasi nuk paguen prej më shumë se një viti, janë një pamje dramatike. Tani janë futur në grevurie, duke ju a kërkuar zgjidhjen njërit prej partnerëve në këtë kaos, shtetit. Armo, Deveron, TPND, Credins, Tosk e disa emra të tjerë që i kanë lënë radhën njëri tjetrit janë zhdukur duke zëvendësuar shoshoshin në lëvizje që nuk i ngjajnë rastësive, por një skeme. Kjo që shihni te odiseja e këtyre 800 shqiptarëve, që sipas zanatit quhen naftëtar, nuk është vetëm pamja e tyre, është edhe e juaja që bëni shikuesin, është pamja edhe e ekonomisë shqiptare, e një sektori strategjik të saj që ka kaluar nga dora në dorë duke mbetur tashmë pa adresë dhe pa zot. Në fund të pusit të errët të kësaj drame ekonomike, shoqërore e politike, ndodhet një e vërtet që lëshon xixa të skeqes. Sa më shumë emra kompanish vendase atë huaja stivojnë mbi të për të errësuar, ajo sërish verbon. Naftëtarët janë një dëm anësor. Në qendër janë 2-3 pyetje që sfumohen nga zhurmat. Pse një ndërmarrje publike rentabël, pjesë e sektorit strategjik të ekonomisë, ka hedhur në rrugë punëtorët dhe ka shpallur falimentin? A lidhet falimentimi me interesa okulte biznesesh të mëdha të naftës në vend, për të cilët suksesi i rafinerisë së Ballshit do të thotë më pak fitime? Pse një pjesë e kompanive që e kanë marrë në pronësi apo me qera këtë rafineri janë të regjistruara si offshore? Apo është e gjitha kjo keq menaxhim, pa asnjë konspiracion në mes? Këtë do të diskutojmë sonte.